Kryeministri Edi Rama në një takim me të rinj të angazhuar në fushën teknologjike dhe të inovacionit tha se synohet që të çohet numri laboratorëve inteligjent nëpër shkolla në 1000. Kreu i qeverisë shtoi më tej se është e nevojshme që të shtohen rrugët për të aksesuar më shumë teknologji në vend. Kemi sistemin e laboratorëve inteligjent në shkolla. Sot janë 340, mos gabojmë, shkolla që kanë laboratorët inteligjent ku fëmijët qysh në klasën e parë fillojnë paralelisht edhe të marrin nocionet e para të teknologjisë edhe të kodimit. Dhe plani është që laboratorët inteligjent të shkojnë në 1000, praktikisht të mbulohen të gjitha shkollat edhe është një plan i financuar tani më. Në ndërkohë është drejt përfundimit një tjetër strukturë fantastike. Rama bëri me dije se së shpejti së bashku me presidentin francez Emmanuel Macron do të hapet edhe një shkollë teknologjike në kryeqytet. Sipas tij, kjo shkollë do të shërbejë për grup mosha të ndryshme, teksa shtoi se një 40 apo 45 vjeçar të mos shihet si një dinozaur kur i afrohet sistemit të teknologjisë. Mesin e majit, kur do të bëhet samiti i komunitetit politik evropian, është planifikuar që së bashku me presidentin e Francës të hapim edhe një tjetër strukturë, është tani më gati, ngjitur këtu, është një strukturë shumë e njohur tani më në botën e teknologjisë, një shkollë tërësisht ndryshe nga shkollat tradicionale, quhet shkolla 42, École 42, ku jepet mundësia të gjithëve, pavarësisht moshës. Kreu i qeverisë përmendi edhe interesin e madh të kompanive të huaja për ta bërë vendin si një pikë për operacionet e tyre në fushën e teknologjisë. Ai vuri theksin tek nevoja e madhe për të bashkëlidhur universitetin me tregun e punës. Jemi shumë të vetëdijshëm që paralelisht me çka bëjmë për të nxitur sipërmarrjen në këtë fushë, kemi një ndek akoma të konsiderueshëm në kërkim zhvillim. Dhe duhet të japim më shumë së bashku, për të forcuar pikërisht kërkim zhvillimin dhe për të zvogëluar hendekun që ka sot midis universitetit dhe tregut. Teksa përmendi shembullin e një kompanie të suksesshme teknologjike në vendin ton, Rama deklaroi se të tilla raste na bëjnë të kuptojmë se ardhmja europiane është këtu. Mjafton ta duam, ta kërkojmë dhe të dimë si të kërkojmë dhe mund ta bëjmë të sotme pa diskutim. Ai shtoi se pagat e larta në këtë sektor të përafërta me vendet europiane janë një tjetër faktor që duhet i nxjisë të rinj të angazhohen në këtë fushë. Ardhmja europiane e jona është këtu. Dhe mjafton që ne ta duam, ta kërkojmë dhe të dimë si ta kërkojmë dhe mund ta bëjmë të sotme pa diskutim.